Ka fluturuar koha këtë mbrëmje, shkojmë në akuzë me njerë. Po, Zaktopuzin për një akuzë të shkurtër që do ta bëj për 2 minuta, qa shqetësimi ka që e ka shqetësuar një gjë e lezetshme? Cila është akuza juaj dhe kujt i drejtohet ajo drejtoju kamerës? Në fakt, në shekullin e 14, dyndjet slave, ose më mirë zgjerimi perandorisë sërbe, me Stefan Dushan, bëri që në Shqipëri një pjesë e mirë e zonave të marrin toponime slave. Kjo ndodhi dhe në Greqi. Në fillim të shekullit të 19, në kohën kur ishte mbretëria e Zogut, bëri një ligj për të hequr toponimet slave dhe për të rikthyer emra shqiptar të këtyre zonave. Por ky ishte një ligj i vitit 1937, në 39-ën u pushtua nga Italia dhe mbeti si ligj. Nuk u zbatua dot, u bë vetëm pjesërisht. Me të ardhur pushteti popullor e abregoi këtë ligj dhe nuk e zbatoi për vetëm në arsye politike që lidhje që kishte me Jugosllavinë dhe tendencën për ta kthyer Shqipërinë në një republikë të shtatë. Kanë kaluar shumë kohë, kanë kaluar dhe 36 vjet tani dhe kjo gjë duhet ishe bërë. Mund të marr shembull Greqinë dhe Serbinë, të cilat me strukturat e saj, me Akademinë e Shkencave, arritën t'i kthejnë të gjithë toponimet që ishin turke, shqiptare apo arvanitese, t'i rikthejnë me dhunë në emërtime serbe edhe greku serbe. Atëherë, mesazhi yt për këtë gjë është kjo. Mesazhi im është ky. Pra nuk jemi në një pozicion që ne duhet ta rikthejmë, duhet i heqim toponimet slave. Pra po du jep Kamenit, Suarek, Istlogo, Biliq, Dragosh, Glloc, Besian, Dardan, Theran, Burim. Por kjo nuk duhet bëhet një politikë agresive. Kjo duhet bërë me referendume, me studime, nga ekspertët, me bashkëpunim me popullsinë. Po duhet një frym. Por duhet një frym urgjente, sepse nuk është çështje kombëtare. Pra ne nuk duhet vazhdojmë t'i themi. Po duhet jetë Besian, Kamenis duhet jetë Dardan, Suarek duhet jetë Theran, Istok duhet jetë Burim, Mobilish duhet jetë Kastriot. Është shumë e rëndësishme për momentin. Dhe shumë e thjeshtë. Atëre, Zaki dashur, megjithëse patëm vetëm pak sekonda për ta thënë këtë, ideja ngelet po njësoj, që gjuhtarët tanë, historianët tanë, njerëzit që kanë peshë në shoqëri, akademia, po edhe gjithë pjesa tjetër e shoqërisë, mediat e gjithë, duhet të ndikojmë që të kthejmë atë që është e jona, që është e mirëfillt autentike. Shqipen tonë të pastër. Mirë, ne ju falenderojmë që qëndruat me ne sonde, natën e mirë dhe mirë u takofshim të premten e ardhshme. Natën.